Kosi në mëngjes të shpëtoni jetën, ja si ta përdorni për të trajtuar këto 5 probleme. Kosi është një nga ushqimet e bulmetit më të konsumuara për shqiptarët. Ai nuk bëhet kur i mërzitshëm sepse mund të kombinohet në mënyra të ndryshme dhe të shijshme. Përfitimet që do të merrni prej tij do të jenë të larmishme në dobi të vlerave të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve, citon Healthline. Kosi mund të hahet me të ëmbla, me të kripura në mëngjes, në darkë ose si një vakt i lehtë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kosi është i pasur me nivele të mira të kaliumit, kalciumit, magnezit, gjithashtu vitaminës B2 dhe vitaminës B12. Në këtë video do të mësoni më shumë për vlerat befasuese të kosit të ngrëna në mëngjes dhe përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nëse e shtoni atë në mënyrë të rregullt në dietat tuaja ditore. Kosi është i mirë për sistemin tuaj tretës. Kosi do të përmirësojë tretjen dhe konsumi ditor i tij, veçanërisht në vaktin e parë të ditës, në mëngjes, mbron sistemin tuaj tretës nga toksinat të dëmshme, gjithashtu edhe nga bakteriet që i kanë ose në saj. Kosi do të qetësojë sistemin e rënduar nga inflamacioni dhe dëmet të shkaktuara prej tij. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të përmirësojë nivelet tuaja të imunitetit. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin dhe ta bëjë atë më të fortë. Imuniteti është më i fortë sepse kosi përmban minerale të dobishme, të tilla siç janë për shembull zinku, magnezi, gjithashtu edhe seleniumi. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të përmirësojë gjithashtu tensionin e lartë të gjakut. Sipas të dhënave të Healthline, kosi do të ndihmojë në eliminimin e kriprave të tepërta nga organizmi. Në këtë mënyrë, kosi ndihmon në uljen e tensionit të lartë të gjakut dhe përmirëson ndjeshëm shëndetin e zemrës. Shtimi i kosit në dietat tuaja ditore do të mbajë larg infeksionet. Kosi është veçanërisht një aleat i grave sepse parandalon mykun dhe infeksionet e tyre. Kosi përmban gjithashtu laktobacille, baktere të cilat do të frenojnë edhe rritjen e infeksioneve dhe mykut. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të jetë gjithashtu një mundësi e çmuar për të pasur gjithashtu kocka më të forta dhe më të shëndetshme. Një filxhan me kos do të ofrojë të paktën 275 mg kalcium. Ky është shumë i rëndësishëm për t'i dhënë kockave forcën e duhur për të përballur me aktivitetet e duhura ditore dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e shëndetit. Ekspertët e Healthline këshillojnë vazhdimisht shtimin e kosit të freskët në vaktet tuaja ditore si një mundësi shumë e mirë ushqyese në betejën kundër komplikacioneve. Kosi përmban probiotik të cilat eliminojnë mikroorganizmat nga sistemi i tretës. Nëse vuani nga fryrja ose diarreja, është e këshillueshme ta hani kos në mëngjes. Kosi është një zgjidhje praktike edhe për personat të cilët merren me aktivitete të ndryshme fizike. Shtimi i kosit në vaktin tuaj ditor mund të jetë një mundësi e çmuar edhe pas aktivitetit fizik, duke ju ndihmuar të qëndroni gjithashtu edhe më të hidratuar dhe të përmirësoni edhe shëndetin tuaj. Proteinat e kosi do t'japi muskujve tuaj aminoacidet që i duhen atij për të rrimë këmbur edhe pas një stërvitje të fortë ose një aktiviteti të caktuar fizik. Pas këtij të fundit, energjia e trupit është duke rënë, ndaj shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi shumë e mirë për të arritur atë. Kosi është i mirë kundër problemeve të alergjive. Personat të cilët konsumojnë kos gjatë përditshmërisë së tyre do të kenë më pak alergji stinore. Kjo fal elementeve ushqyes që përmban kosi. Nëse doni të evitoni kilogramet e tepërt trupor, atëherë shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore është një mundësi shumë e mirë. Kosi do ju ndihmojë për të rënë nga pesha. Shtimi i kosit në dietën tuaj ditore do ju ndihmojë të qëndroni më të ngopur dhe kjo gjë do ju ndihmojë që të mos konsumoni ushqime jo cilësore, e cila mund të sillet me përfitime më të mira për të rënë nga pesha dhe për të evituar kështu edhe kilogramet të tepërt. Kosi është i mirë gjithashtu për shëndetin tuaj dentar. Kosi mbron në dhëmbët nga kavitetet të ndryshme. Ai përmban acide të cilat lehtësojnë këto aciditete
dhe mbron mishrat e dhëmbëve nga ushqimet dhe mbetjet ushqimore të dëmshme. Ekspertët tregojnë kështu se kosi është alternativa më e mirë për të nisur ditën. Kryesisht i kombinuar edhe me një dietë të shëndetshme ushqyese, ai mund të shndrohet një zgjidhje mjaft e mirë fitimprurse për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët këshillojnë kryesisht kosin e përgatitur vetë në kushte shtëpie, në mënyrë që përfitimet e tij në shëndetin tuaj të jenë më të mëdha, gjithashtu edhe më të fuqishme në dobi të vlerave të trupit. Nëse doni të humbisni kilogramat e tepër trupor, atëherë kosi është një alternativë e çmuar për peshën tuaj trupore. Për disa, dëshira për të humbur në peshë mund t'i bëjë ato që të kthehen në çdo lloj zgjedhje të ndryshme ushqyese, qoftë një ushtrim ndërtues në palestër, gjithashtu edhe një dietë sa më e pasur me produkte natyrale. Dhe një prej këtyre ushqimeve është kosi. Sa i përket dietës së shëndetshme, kosi nuk është i rastësishëm në programe dietike. Ai ju mban të ngopur për një periudhë më të gjatë kohore, kjo gjë do të ndikojë pozitivisht në peshën tuaj trupore. Kosi është i mirë për shëndetin tuaj të zorrës. Nëse doni të keni një zorrë më të shëndetshme dhe të evitoni gjithashtu edhe problemet të tretjes, atëherë konsumi i kosit në vaktet tuaja ditore do të jetë gjithashtu alternativa më e çmuar për organizmin dhe shëndetin tuaj në tërësi. Shëndeti i zorrës mund të mos jetë diçka për të cilën ju po mendoni shpesh, por është thelbësor për të ruajtur gjithashtu një mënyrë jetese të shëndetshme dhe përgjithsisht të mbrojtur kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj për këtë arsye, ekspertët e Healthline këshillojnë kosin për një tretje më efektive dhe më pak probleme të cilat mund të nxiten si pasojë e mungesës së lëngjeve të duhura. Kosi është i mirë për të përmirësuar nivelet tuaja të humorit. Në mes të stresit të punës dhe problemeve të përditshmërisë, shtimi i rritjes së imunitetit gjithashtu dhe humorit është thelbësor për një organizëm më të shëndetshëm dhe më të mbrojtur. Ka mënyra klasike për të përmirësuar humorin tuaj. Ushtrimet dhe gjumi i mirë, por edhe ngrënia e kosit janë alternativa të çmuara në dietën tuaj të përditshme, të cilat mund të luajnë role pozitive në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Nëse doni të keni një imunitet të fortë dhe më të shëndetshëm, kosi është alternativa më e çmuar për dietën tuaj ditore. Në ditët e sotme është e rëndësishme të keni imunitetin e fortë dhe të shëndetshëm, kjo për t'i bërë balë gjithashtu infeksioneve dhe problemeve të ndryshme. Ndaj, nëse doni të merrni këto përfitime për shëndetin tuaj, sigurohuni që kosin ta keni pjesë të pandar të dietave tuaja ditore, duke ditur kështu edhe rëndësinë e madhe që do t'i jap mbrojtjes së imunitetit dhe lehtësimin të komplikacioneve të tij. Kosi është çelësi për të parandaluar gjithashtu rritjen e presionit tuaj të gjakut. Konkluzionet ishin pjesë e një studimi të bërë tek femrat për shkak se ato konsumonin më shumë kos se sa meshkujt. Studimi doli në konkluzionin se gratë që konsumojnë të paktën 5 racione kos në javë parandaluan me 20% rritjen e presionit të gjakut, krahasuar me gratë që nuk e hanin kosin ose e konsumonin më rrallë. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi shumë e mirë për shëndetin tuaj në tërësi. Nga studimi u vure gjithashtu se, nëse kosi shoqërohet me fruta të freskëta dhe ato të stinës, atëherë, siç janë edhe frutat e thata, efekti ishte akoma më i dukshëm sepse reduktonte riskun e rritjes së presionit të gjakut me 31%. Ky efekt pozitiv që ka kosi dyshohet se vjen si pasojë e bakterieve që gjenden në të dhe kanë aftësinë të ulin gjithashtu presionin e gjakut dhe kolesterolit. Edhe pse nuk është të shpjeguar saktësisht se pse kosi shkakton këtë efekt, ai mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur organizmin e shëndetshëm dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e tij. Ndaj, përfitoni nga rasti dhe bëheni pjesë të pandar kosin në vaktet tuaja ditore. Kështu ndikimi i tij në organizëm dhe në shëndet do të jetë më i plot, më i fuqishëm dhe do të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet të organizmit. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë